Në hijen e rrënojave antike të Apollonis u zhvillua edicioni 8 i festës së grurit, një nga aktivitetet më të rëndësishme kulturore, artistike dhe agroturistike, e cila tashmë është ndërruar në një traditë të dashur për fierin dhe gjithë myzeqen. Mira vizitor nga Shqipëria dhe diaspora ju bashkuan festës, e cila promovon traditën, kulturën dhe identitetin e zonës. Në aktivitet morën pjesë edhe drejtues vendor, deputet e personalitete të jetës publike. E organizuar nga Bashkia Fier me mbështetjen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, festa solli panajira me produkte vendase, gatime tradicionale, rituale folklorike dhe ekspozita kushtuar grurit, simbolit të begatisë së kësaj treve. Për pjesëmarrësit në panajir, kjo fest ka rëndësinë e saj të veçantë për promovimin e grurit vendas, i cili ka ulur ndjeshëm prodhimin. Grurit në Fier është një nga festat më të bukura që organizohet dhe jep kuptim sepse buka vërtet fillon nga toka. Dhe toka në qytetin tonë, në fushat tona prodhon një grur shumë të mirë, me cilësi shumë të mirë. Patjetër që janë shumë të rëndësishme dhe gjithmonë promovimi i produkteve autoktone ka shumë vlera dhe për ne, dhe për fermerët, dhe për të gjithë. Dhe ku ka më mirë që ne të punojmë me grurin e vendit, sepse dhe karakteristikat e grurit tonë janë vërtet shumë të mira në krahasim me të importit. Subvencionimet do të jenë më lartë nga shteti, në shteti të ketë dorë me lartë, të ketë një dorë të subvencion shumë fermerët, të ketë prodhimet gjithashtu dhe sipërfaqja ka rënë nga vitet e tjera në largimin, ndikon shumë largimin e popullsisë. Festat të tilla përveç faktit që krijojnë jetë sociale, afrojnë njerëzit me bujqësinë. Gruri është shumë i rëndësishëm për myzeqen. Pavarësisht rënies së rendimentit këtë vit, subvencionet dhe puna e fermerëve mbeten kyçe për rritjen e prodhimit, u shpreh drejtuesja politike e Qarkut Fier Belinda Balluku. Është e rëndësishme që thuhet që festat tilla përveç faktit që krijojnë jetë sociale në Qarkun e Fierit, nga ana tjetër edhe nxisin njerëzit për t'i afruar pranë bujqësisë, dhe ashtu siç ne e dimë, gruri është shumë i rëndësishëm për myzeqen, pavarësisht se këtë vit ka pasur një rënje në rendimentin e tij, nga ana tjetër ne nxisim të gjitha paketat që Ministria e Bujqësisë ka prezantuar me paketat e subvencioneve janë të rëndësishme, por sigurisht edhe vetë puna e fermerëve këtu të myzeqes është kriteri kryesor për të rritur këtë prodhim. Parada e kurorave të grurit, autokombajnat dhe hedhja simbolike e grurit në lëm rikthyen traditat e hershme të zonës, ndërsa koncerti me mbi 30 artistë nga ansambli Myzeqeja deri te grupi Elita 5 elektrizoi atmosferën. Edhe këtë vit, festa e grurit konfirmoi statusin e saj si një nga ngjarjet më të rëndësishme të verës shqiptare, duke bashkuar trashëgiminë kulturore, bujqësinë dhe turizmin në zemër të Apollonis.